Pyetja e dytë. Zoti Berisha, besoj jeni i njohur me lajmin që në Bashkinë e Kamzës tashmë bileta e Urbanit do të jetë 500 lekë, nga 400 në 500 lekë të vjetra. Dhe për këtë vendim në Këshillin Bashkiak, përveç Partisë Socialiste, pra anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, kanë votuar edhe Këshilli Bashkiak i Partisë Demokratike. Si e komentoni ju, zoti Berisha, këtë? E ndëgjova këtë lajm dhe kam kërkuar drejtuesve të partisë të shqyrtojnë me seriozitetin më të madh këtë çështje. Po shqyrtohet dhe pa diskutim që partia do të dalë me vendimin e vet. Nuk ka. Pra është një paralajmërim për këshilltarët bashkiak, sepse është bërë publike që ata kanë votuar pra pro. Nuk mohoj fare, është ashtu, por tani para se të vi këtu, unë mora, si të thuash, njoftimet e para, se çfarë si po veprohet tek po veprohet, por ne do qëndrojmë. Ne qëndrojmë vetëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve. Dhe ky është qëndrimi i prerë i Partisë Demokratike. Do shqyrtohet çdo gjë, çdo vendim që është marrë. Dhe pyetja e tretë, zoti Berisha, a keni marrë ju tashmë